Ky është pajton 176 vjet, është I vjetër. E kom ble të kufini Hollandës, që atje e kom marrë për një plakit 98 vjeçar ka qenë kur ma ka shit. I ka pas 500 kuaj, 2 vet I ka pas, për I ka pas kuaj të poni. Për fëmije, për këtu e ka pas ata. Edhe e dyta, kur kam hinë restorantina, I ka pas 80 ushtarë oficira I ka pas në muri. Luftës dytë botërore I ka pas. Edhe vetëm 5 soreta nuk ka qenë. Nuk kanë qenë ty në soreti I Hitlerit, nuk ka qenë, edhe nuk ka qenë këta si I vrajtën Nimberg, si I varën e mytë vetën, ata soretat e ty nuk kanë qenë në muri. Edhe mashitja I Gjermani, pronari, tani mas 1 ore, mos je pruna kamionën e mura, qika e tina, erdhë, më tha lema, 3 herë ma shtrajt të paguj se sa ke ble. Edhe I bërtit I babës veta, dini ku na konë këj I cilës, o konë se kjo është I marun Komblenz. Komblenz, që e fabriki I ka bo vetëm 7 pajtona. Ato e ka ble një Kosovar I Mitrovicës, në Komblenz e ka ble atë fabriken me 2 pajtona edhe fabriken komplet. O është ideali I Mitrovicës, dikun që atje ka të Dortmundi, ka atë sallën e darsme se ka, si me ditë, si që ky ka qenë kohën e dytë botërore që kanë përdorë për kuajlë oficirat Gjerman. Që që kom marrë vesh, a I këpa thonë se dhe Hitleri u konë të mrena. A dhe Hitleri u konë mrena? Po, po mrena të 176 vjeti ka. Edhe përshe, më madhon dikush, s'po thamë kur gjavash, më madhon pare me thesi nuk e jeki. Dhe të rënqë të. Edhe të kalëzë bukuria tina mrena qëfar. A vazhdoj me këshyrin? Po, këshyrim. Po e kena bo qëtu si jenë të punu. Po, dhjetë, që e në protest punime. Se na gërbeqarës këtë vim këtu pa fli as më I rrim. E ke voli asi për fli, Dhe dhjen këtë dhe të shikon, të kalëzën rregullimi tina. Po, do këtë që është I marum për njerëzit nalë. Për njerëzit nalë. Ka qenë luftën e, janë luftën e pare ka përdorë. Jo në falë, luftën e parë, jo në luftën e dytë. Po në luftën e parë është I përdorë nga Hitleri. Adin të kërkoj falje se në luftën e parë është. Po, së është I marun luftën e parë. Vazhdoj? Vazhdojmë. Ka përna qëna për këtë shpi, se shpia a modës për dim ka... Po dalim me shku të bazenit, tash me kësyrë? Vazhdojmë të bazenit. Përveç këti, ati edhe gjona tjera të vjetra, je marakli? Je marakli, kam marrë me kam tana. Jam... A korrekt me mitën e kohës në Kosovë, tash apo ke vendos me u të krejtë në të? Për zotin, unë në Gjermani rrivesh 3 ditë 4, shkoj bëj menusën, shkoj bëjmë ka një kontrol të mjeki, që I kje mjek të privat, edhe për e vim për Kosovë. Balken punu ma, unë e kam hjek shumë, fëmi kam dalë 15 vjetë, kam dalë, kam thy gurë me qekeq, për zotin kam punu, edhe për shtam kam jetë smuja gurit. Me dasë gurin. Këtë the se kam pasport temin, I kam 13 vjetë taj boks, që kom ashtru në Gjermani. Me hek stresin është? Për hekum ka një stresin, se unë e kom mojtë në diskotekën më të rëzëshme në Gjermani, si u konë me rosë Gjermanë si jenë konë, 13 vjetë e kom mojtë. Sa kam qeni furt, e kom mojtë, si e kom pa vetën si I bona 2 vjetë, edhe e kom lanë ma dhe si merë ma të sport ma. I furt për duke shala ho? Po, si pas vjetëve si I kam mira. Këtu për duke të bazeni? Po. Edhe në pomi a ndej prekazi legendari që ka si në komë? Po na prekazin I kem dojtë babës. I kam dojtë babës, I kam. Këtë bazen këtu e kom qumë në 5 metra në alësi. është edhe për dimen edhe për verë. Henez nuk e kom kry dhejnë në barem, po si vjetë që tash me emër Zotit ta krym. E është 1 metër e 14 është I fell. Këtu kejtë kje vlen
Vesh kje kull që ka emnin e babës. Kulla Smajl. Smajl Arifi Bishi. Unë e kom pas emnin e babës, babgjyshit e kom. Po, emrin e E kam emnin e babgjyshit, edhe kom shkrujt ato emnin e babës. Pa i shkretin nuk ka mujt. Këtë pasunime pas e ka vdek e ri, 22 vjetë, ka mytë zemra, ka mytë. S'ka pas mundësi me pa, po. Ka qenë në gurbet kur ka vdek? Kam qenë në Trogir, në Kroaci kam qenë të punu. Me gjithë vllakin a qenë. Sa vështirë u konë kur e ke marrë vesh për vdekje? Po, për zotin, dek ka marrë të shtëpia, ka qenë shumë vështirë. Se këto drenica dhe të din fort mija, se këta kanë qenë 4 vllazni. I mera Arifi si kënohen kongë të Ermehës. E ka miqë. I mera Arifi me Shaqer Baranin, që ka qenë kryetar në komunën Skënderajt, mbi 50 shtëpi shkje, që kanë qenë kralica, gusat i kanë mytë shqiptarë që të në Skënderaj. Që kanë ardhë ato në përmi Poljac ku shkojnë ato në kralica. Migja jam me dorë dhe vete krejt të shkje i ka prezon për i Skënderajt. Si i ka hjek për këtë ujtë. U konë një cërnakar që të në Skënderaj, çdo ditë i ka rrej ka 3 shqiptarë. I ka rrej ka 3 në ditje. Kafet pensionerët. Nëse keni nëj migja dikonin kuhen e mëshme, këtu në komunë Skënderajt e din tonë. Migja jam ka orë për Gjermania, edhe ka rrej qëtu. Edhe ka prezon për i Skënderajt. Edhe pe këtu ujtë ka shku në Gjermani, Rifat Jashari, sot e gjallë. Migja jam ka shku, ja ka rrejt 3 shkje si ka pas një banes për mi, si kanë lënë me flajt poshtë. U konë vllavi Bek Ternavcit, dhonë Rio në Ahmet Gucati, edhe Rifat Jashari. Qatë zullëm si kanë pas për tyne, as buken si njeri se kanë hangër. E ka shku Kulshedra pe këtu ujtë, e 3 i ka qu në spital, për zdek t'i ka lo, 3. Edhe i ka hjek për jetë ujtë. E ky vend, baba jam, me 2 migjallarët e mi, me 6 orë kanë liftu me shije qëtu. 2 herë. Në qëto troje, qëto. Këtë troje janë, qysh me thonë, me gjak në mbrojtnjë. Sa shkave ka hangën në badin këto, si kanë armi morë të toka, në flanë kërys kemë. Po kërkosh për neve, kur njëtë se ka përmen. Edhe na i kemë mashkët, s'po du me thonë dishka, po në Drenicë, na i kemë mashkët shumë të mirë, na nuk merro me pasunit huj. Na nuk kemë zonë 1 gram tokë dikun në Kosovë, po krejt pasunin e kemë me njërës. Halal. Halal e kemë 100%, qëra gjamia që poshtë. Me djallagje e kom dërtu, bashkë. Pejt të melin minare, gjamin atje. Shabaja Sharit atje gjamin, krejt e kom rregullu mrena. Thojnë nuk ka mirë me përmen. Në la ush, ja kom dhonë 11.000 euro për gjami. Që tu për dek nanës e të motrës. Këto e më parët maja. Po Allahi, është vesh të mashtu pasunin. Ajo që e thema herët, 1/10. 1/10, 100%. Tash, hoxhallar thojnë ka njerë, janë nuk ka mirë me përmen, po nuk ka mirë se dikuna e kona, dikuna si e kona. Adin? Po njeri dohet me mësu gjithë konin me dhomë në dorë të vete. Unë për veti jam, ku ka për shemë 10 pasunik që a kem këtu në Skënderajt, unë jam i pari për shemë si që jasë 1.000 euro, 2.000, mi a dhonë nej njerit varfën si ka nevoj me bo nej biznis, mi a dhonë për shemë dhe ja pare 10.000 euro për një vetë. Po jo mi a dhonë pare me interes. Po mi a që jelë një lokal në Skënderaj, mi a një mu, aj me punu, ku ti fito paret aj, ja u këthen gjino paret e veta, edhe 1.000 euro, ku të fiton aj, mi a dhonë qetrit njeri, me qeli edhe një biznes tjetër. Me vazhdu? Me vazhdu si me dhonë, unë ja fali, po ato paret dhe ti vazhdojnë, dhe ti adhojnë dikuna, se ma mire me shti dikonin me punu, se sa mi ja fali.
sa e me të falin ato t'i pele për mas, e ku t'i një mëjshti, merë zotëri, qëllë një lokal, punë për veti, ku të fitësh, këtheja që tërkujna, një mëj ti që tërkujna. A dinë se me vazhdu se njeri ka nevoj pindime. A Halil Kastratit, vetëm djali migjës Muhameti, s'po thëmë kur gjove që ka dhonë masat pa pamet pare. Si ka një mu fukarave, ka marru shpija, ka marru tana. E na si familjar, jem bugdhëndës. Nuk besojnë komun drenitës. Kush që jep pasuni ma shumë se na, se familja jonë. Na i kem doktora, i kem polet në Londër, i kem djalin e migjës, aeroplanin e Maravet, i Meribishi. E ka Vodafonin, e ka të vetin me 28 punëtor. Unë e di se këtu në për rrjeta po na shajnë. A dinë se puna e shtyne së çdo ditë më thjerrin, po shajnë njëre, po mu nuk më vjen mërzi marullah. Pse kom bane këta? Është dirë se jo dhe ke fundit. Qurej Rukulli, qa ka bo atje? A Jaroni kur ja ka nis me 2 punëtor, 3. Po sot Jaroni ka 1000 punëtor. E pësone me shku mi tha atina pse ke bote, jo mërë ati lumë pusha. Njeri që qohet me njës, e punën, na do të me përkra. Dhe jo me këshyrë me mytë njerin si punën. O zhuna. Një dhon njeri drejtat e veta, vlla. Ja dhon hakun. Hakun e vlla. Erzoja shpis. Kështë terasa, për me... Jo, këtë vend e kom dërtu për nanën e posh Pjeti Rahmet. E posh si nana o pat lull, edhe thash, mos e bof zoti më vdek nana, e aja të njetën ka pënu për këtë vend, edhe unë mi aprit njerëzit në shatarë, thash nuk ja vlen. Edhe në këtë vend, 78.000 euro, kam investu që këtë dru është mbi 70 vjetë, dikun 60 vjetë. Ky ka qenë ai restorani i Ibrit, si ka qenë Mitrovic për i druve, si ka qenë, e kam ble këta, edhe kom rregullu që të vend krejt komplet vetëm për pamjen e nanës. Për mi përcjell gjinën, si mos me thonë, s'pas kalon djem, as pas kalon kur gjo. Këtun me ngjes me nusen e pim kafën me ngjes. Këto po duken të punu me interesant. Po, është pe drunit i prodhun. I kem. Janë dikun edhe 8 copa si vinë si i kom porosit. Po. Pasë këke marakli gjonave vjetra, po shijet se... Po, jam marakli, i kam 6 harë me leje, kam snajperkën më të mirën Turkis, si e ka prodhu, si vret dhe në 2000 metra. Jam kogja i mirë me ta. Këto i kam ble në Gjermani, Minhen i kam ble, i kam pru. Ajo është pushka e vjetër e Algeris, kur kanë liftu Algeriant me Francez. Me Francez. Lufte jashtëzakonshme. Po, këto janë armët amerikane. Kjo është një pjesë e pleshëve tonë. Pleshë tonë kur kanë qenë përpara. E familjes, apo? Po. Do me thonë babadem. Tani kanë shit, tani kom gjetë të njonin në Klin Begit, e kom bleja petë. Këto sigurisht në kretë veç pjesë muzeale? Po, janë, nuk janë përdërshme. Janë të lejmërume në polici. I kom lejmëru në polici, në Skenderajt e Mohameti, që ka qenë komandiri, i kam lejmëru, ka orë dhe i ka që gjinën, s'ka diçka, me ta s'munësh, me tha me lëndu kërkanin, s'janë sene si më mban diçka keq, janë blokune. Qëtu e kem
bunker si kemi investu ko që shumë. A, ky që e përmendëm për jashtë? Po, kjo është Nissan, tash kanë më montuar dhe dyrë të blindume, një pas Skënder Huli i Skënderajt e Plozhinës, e ka marrë masën mi gjitë dyrt, po nuk i kanë gjitë henez, dhe pas kanë lepit shumë të qunat, edhe i zëm një dritë që tu. Nusa kem në baterie nusa. A për mani shtot, dhe të vjen kamerë mani. Kërë, kjo ka dikon 1,20 e ka murin trash. E ka. Qërë edhe këto muni me pa murin vetë edhe atje vetë. Të ke pjesa anë së shpisë, është edhe muri tjetër atë anë është i beshën. Po, vazhdon mrena. Këto kem për shemëll, qëre, mollat kur i kena nuk, mujnë e nanë si kena nuk mollat, qëre henez nuk e në prish. Dhe me thonë, si e mon temperaturën e klimes, që për shemëll atje kam banjë, WC, mëse babë zoti, për nëse rastisht mullet njeri me përdorë, e ka tana, këne e ka dikun 20 cm e ka ploqën trash. Që tha është të fortifikume edhe me heker? Po, edhe me heker, i ka 4 kësa laga heker, i ka 4 maqë. I ka të bane, i ka... Fantazi. Që kem bo... Për luft të ka i sigur? Po mirë se vinë. Edhe orën të atje në bolë dhe... Nashta i shala nuk dhojnë ata raketa 5 milion me myti njeri. Si avlen. Po thu që pa 5 milion nuk mujë... Jo, vallaj, për mja qitë në rështo, veç do të me kom ko gjaj furtaj me bo. Sa kohë ju keni kalu komplet në gurbet? Unë dikun i kam 23 vjetë. Dhe me thonë 85-ës kam dalë në gurbet. Dhe me thonë bi 23 vite unë si kam punu raktari Evropës. Me munimin dhe me thonë apo do në gurë, apo do në beton, apo do në tana. Ka me vite si kam punu në goj për Zotën. Në atë kohë nuk ishëm letra, po në ishëm salata dimën e verë, minus 13 gradë, 14 gradë. Të punu në nëjsë, si kom punu, si kam hjekë. Shumica e njerëzve i shoh si flasin pa lidhje, e tana se kërkush nuk ta jep falë. Po kam punu ditë e natë, pasha Allahin, se mu i Ramazanin, si jem njeri smutje me diabet, edhe mu i Ramazanin, kur se prishi. Kur visha në shpepi pune, u met ke buka në dhëmë si u marrë ke gjumin krevet të punu. Ka bava ki, ka 24 orë, kena punu në shi, në dimën të lidhë hekar, për me majtë, me se friku njeri me pas për 9 vetë, për vllahën e vetë, për motra si kum pas, se s'kom leju, kur njëtë si me dalë familja jem, me ashtre dorën dikujna. Se kom punu. E tash, çdo njeri si është, do të me këshyrë me punu, me safiku për prind të vetë. Po të shoh që prind po i përmend shumë shpesh, po besoj që ka ndiku shumë koha kur e ke kalu larg tyne. Jo, prindun i kom pas gjithmonë, do me thonë si ku koleta në gjep si e ka njeri. Se qatë lekë që kom pas në kolet mrena, unë ja kom dërgu në nanës teme. Se aja ka qenë e zoja shpisë. Aja ka qenë. Se unë për veti, ku dalë habuk. Po njeri do të me ditë si e ka nanën, e i ka prind, e jo mi ka prind dhe mi shuna për doma, mi shuna për anena. Që ato më në vëllah, ku ti është me nanën, vëdet në qatë ven me ta. Se në pisha shumë në para jetë sociale, se ankohen prind, për thmive si nuk i këshyrin thmin. Por e më thonë mërë burra, po që ku e kam grunën, që ku e kam shoqen, po pasha Allahin, ma shumë me ka këshyrë kja nanën tem, se mu. Zojnë, a ke pritu më ordë nuse në Drenicë dhe qysh ndihe shtash si nuse e Drenicës? Jo, s'kam pritu më ordë nuse në Drenicë, se Drenicë, në Tropoj, mjejt janë. Më duket pak më të mirë në Tropojës, po...
Prej një vendit trimave ka ardhur prapë në një vend ku ka trima shumë. Ko trima. Po njëjtë vallaj. Se unë jam mese Haxhi Zekber, që ai ka luftu e ka dhanë jetën për Kosovën. Kryetari i lidhjes Prizrenit ka qenë Qosi Dini. Që ka dhe atë përmendore në qendër të Pejës. Në fillim, në të vërtet, thoshin shumë fjalë për njerëzit e Kosovës. Po, njeriu zgjedh njeriun e nuk i zgjedh këtë Kosovën. Kështu që mirë është, nuk është keq. Po sot ka ndryshuar përshtypja për Kosovën prej kur i ke njoft prej afër tani e kosovar. Në kosovarët përgjithësi mirë janë, nuk janë keq. Të mirë janë përgjithësi. Gjithmonë ka pyll padera s'ka, edhe në Shqipëri ka të mirë, ka të këqij, edhe këtu ka të mirë, ka të këqij. Kështu që po prapë ke zgjedh njërin, atë është edhe vetë. E di që nuk e dol në gurbet prej qefit edhe ke dol prej hallet, prej situatës të keqe që la u konë në Kosovë në atë kohë. Po tash që e kthy, çysh po e shes situatën në Kosovë? Unë pesho pe qefi nuk ka njeri si largohet për shtëpisë vetë për qefi. Po vetëm për zori. Sa hjeken e bojnë Kosovarë në për rrugë të Evropës. Une, kur ju martu me shoqën tem para 12 vjetë. Unë i kom pas lokalet e mija, i kom pas në Düsseldorf. Edhe, kur dilësha në Düsseldorf, në Bramja, dilësha më shëtit se kom pas një jetë jo të keqe. Kom gjetë shqiptarë të flejt në për korrika. Unë e kom pas banesën dikun 130 metra, 40 e kom pas mëllë. Kom jetu vetëm me nuse dhe me djalin e vëcër në patarmat në viti. Edhe kom marrë shqiptarë për rrugë për 10-15 E i kom qunë shpe me flejt. E i kom shti, e i kom pastru. E ja u kom pagu banesat me nejt 2-3 edhe ja u kom pagu biletat më këthyna për shpia. Pasha Allahin. Deri dikurën pa thonë nusja. Po më rëpur, tha, po na qëta shumë martum, tha. As më knasht, as po na bjen, tha. Ti thash do të ditë, tha, të e pru, tha, ka njeri, tha, të shpia. Do me thonë, qështu si më kanë zemën e flak të kom pas minimut një shqiptarit. Edhe ata munën, ata nështë ka mundë si e shohen këtë inqizim, edhe munën me tërgu vetë, si i kom majtë në për shpe, e nuk i kom lanë në për rrugë. Edhe këtu në Kosovë, për ju të regaj shumë dhe të din, njeriu vetën, as në sen nuk rynë. Ju të keni këtu për shok 4 vetë. Ju kur për nëni tonë të 4. Gjani dikune 2 shok 3. Si s'keni pare, 1.000 euro, 2.000 euro, unë ja fali. Për zotën. Vetë ja fali. Hi, ja marrë qune, ja jepi. Bëne, qilën një lokal në Skenderaj. Me perime, me speca, me patligjana. Shtinë një punëtor, tonë bashkë bëni paret. Prevënë 1 mujtë ditë, 2 mujtë ditë, qysh po jetë? Nëse jetë, qilën një dikuj që tërkuna, apet qilën një për vetej. Deri të sa ta rritni, t'i bëni 4 lokale 5 ju vetë. Se ma mje se me punu për veti nuk ka sen mi tukë. Edhe 100% nuk më një me hupë. Këta se biznisi do të me ecë për ta. Se jo valla me thonë veç vjenë se pa arë këto dhe asty nuk zotin nuk ta qenë. E qatë punë e kumë punu në vetë. Unë e sot në Gjermani, bi 80 vetëve jo kumë bo gërbeqarve letrat. Dikun 60 vetë i ku marrë për Shqipëria si jo ku bo letra në Gjermani. Sot ekzistojnë Juli, ka zhaja me vllatë vetë Adrianin, për durve të mija ka ndaljen bo shef. Hakinelen e ku marrë për rrugë e ku marrë, me fjetë s'ka pasku, sot do shef si ja ku bo letrat me grue, me thmije, me krejt. Po, qërim Rahavecin, e ku pas shakin e arë, bashkë me ta,
Ja kom dha shantën edhe ti mu bo shef si kom një mu. Mu sim ka punu punëtori 2 vjetri, si kom pas, si kom fitu pitina, unë ati ja kom bo të mëshme mu bo shefa i për vete. I kom dha mashinën, i kom dha pare, i kom dha kerë, i kom dha tëllna. Kush po duken rinia në Kosovë sot, a janë punëtora a ma shumë demela? Për rinia në Kosovë, zhre, na Kosovarët tonë e kem një gjak. Krejt, mare kem. Po qaj njeri, ma mire me punu gjithë ditën, të shpia e vetë, ta mjell një pem, sa do delet rën kafe gjithë ditën e të shetitet. Se pe i bëdi hava nuk vjen kur gjo. Unë e vetë që tash për zotën qona që në mëngjes, që va menu se il shumë kuajt, i kem të punëtorë si ne këshyrim pullat e kuajt e... I kem si punojmë, po na si s'dalëm ves në knaqët shpirti. Se pa punë s'ka kur gjo. S'vjen gashëm kur gjo. Unë për veti s'kam nevoj me punu. As një sen ma. I kam 2 quna, i kam edhe tretin e të studiu. Studian në Gjermani që dikun i ka 30 vjetë është të studiu. Po mu qunat nuk më lojnë me punu. As një unë i së më lojnë. Bada ta mi qojnë, po edhe mu ku të mi qojnë paret, që ku kam nusën dërzën, nuk lejaj më mi qu mu, por rogën tem kanë më në dojnë 2 vetë. E dojnë bashkë. 2. Se s'ka, pa punë, nuk ka kur gjo. Rego, faleminderit shumë që Menderit qëfshit. Knaqësim ju njoftë dhe një vizitur. Faleminderit, jeni të mirë se ardhën, edhe bënu bashkë e punani bashkë. Shto po mënume. Menderit qëfshit. Kjo ishte historia e zotëri Arif i Bishit. Investime milionëshe në vendlindje, vitet e tëra në mërgim. Gjithçka çka i tregoj është një storje suksesi. Kaq nga ky mërgjimtare nga Klina e përme. Ne takohemi me mërgjimtaren tjetër në materialin tjetër.